Përshëndetje. Duket se ditët e këqija për propagandën falsot kryeministrit Edi Rama nuk po përfundojnë. Në datën 22 tetor, në rrjetin e tij social Facebook, kryeministri publikoi foto nga punimet drejt përfundimit për ndërtimin e unazës së qytetit të Burrelit, ku po hidheshin shtresat e fundit asfaltike. Por e vërteta është krejt tjetër. Në datën 6 mars, ARSH lidh kontratë me kompaninë Ulza SHPK me objekt sistemim asfaltim rrugët e drejtorisë së rajonit Verior Shkodër kundrejt vlerës 1.2 milion euro. Sipas procedurës prokurimit të zhvilluar nga ARSH, fituesi që do të kryente mbikëqyrjen për këtë objekt ishte një bashkim operatorësh, i shpallur fitues në datën 2 qershor, ose 3 muaj pas lidhjes së kontratës për punët civile. Procese këto që në fakt duhet ecnin paralel me njëri tjetrin, pasi asnjë punë civile nuk mund zbatohet pa u mbikëqyrur njëkohësisht. Ndërkohë, në tabelën informuese teknike në terren, mbikëqyrësi punimeve nuk shfaqet bashkimi i operatorëve i shpallur fitues më lart, por çuditërisht një punëmarrës i vet ARSH, zoti Nikolaq Mihali. Nuk dihet çfarë ndodhi tamam me fituesit në letrat të kësaj procedure dhe as me fondet e shpenzuara për këtë qëllim, por e sigurt është që punimet për kontratën 1.2 milion euro i mbikëqyri punëmarrësi i vet ARSH. Dhe rezultatin shiheni vet. Siç paraqitet në pamjet e marra në terren, asfalti është qarë, rruga është dëmtuar dhe degraduar pa u përfunduar ende. Kjo është fytyra e vërtetë e propagandës qeveritare, e cila përpiqet të fshehë dëmin, korrupsionin dhe papërgjegjshmërinë me foto e statuse në rrjetet sociale. Partia Demokratike kërkon nga SPAK që të hetojë menjëherë këtë rast flagrant. Shqiptarët nuk meritojnë as vjedhjen, as mashtrimin dhe as korrupsionin. Faleminderit.